Ajo që nuk pritej në këto ditë të nxehta qershori në fakt ka ndodhur duke u dëgjuar si një rufe në qell të hapur brenda mureve të strukturës posaçme SPAK. Dy njerëzit me influencën më të madhe në këtë prokurori, Altin Dumani dhe Arben Kraja, kanë pasur një konflikt mes tyre duke çuar në përplasjet menjëhershme ndaj njëri tjetrit. E përpasoj kjo situatë ka sjellë reagimin e menjëhershëm të titularit të institucionit Altin Dumani, i cili ditën e djeshme ka vendosur të shkarkojë nga posti i drejtorit marrëdhënieve me jashtë Arben Krajën. Siç raporton Ora News, ende të paqarta mbeten arsyet e kësaj krisje mes dy drejtuesve, por tashmë një gjë e tillë ka ndodhur dhe Arben Kraja nuk është më në nivel drejtues në SPAK. Një arsye e madhe ka ndodhur, të cilën e dim vetëm ata të dy që solli këtë situatë papritur, thot një burim pranë SPAK-ut. Gazetari Ora News, Elton Qynë, ka mësuar se po ditën e djeshme me firmën e kreut të SPAK-ut, Dumani ka emëruar në vend Arben Krajës prokurore Dorina Bejko. Kjo e fundit fillimisht hyri në SPAK si prokurore e komanduar nga Prokuroria e Pogradecit e pas komandimit 4 mujor, KLP e emëroi definitivisht si pjesë të organikës së SPAK-ut. Në vijim Bejko do mbaj postin e drejtorit marrëdhënies me jashtë në SPAK, ndërsa mësohet se paralelisht me këtë detyrë do përfaqësoj edhe akuzën në dosjet e saj që ka çuar për gjykim. Heqja e menjëhershme e spaletave të drejtorit ka bërë që Dumani të çojë Arben Krajën si prokuror të thjeshtë në sektorin e krimit ekonomik në SPAK. Kraja tashmë do vijoj punën si prokuror i thjeshtë në këtë sektor, ndërsa u fut menjëherë në listë për të marrë çështje të reja përmes shortit elektronik. Një përplasje e tillë ishte e paparashikueshme në këtë kohë për shkak se Dumani dhe Kraja ishin dy prokurorët më me influencë në këtë strukturë. Aq më tepër që konflikti nga erdhi më pas ulja në detyrë Krajës vjen në një kohë kur SPAK ka hyrë në ethet e zgjedhjes së kreut të rit bros kombëtar të hetimit. Por një herë sherrri ndodhi kur vetë kreu i SPAK-ut Altin Dumani është në metrat e fundit të finishit mandatit të tij si drejtues i SPAK-ut, pasi më datë 19 dhjetor të këtij viti Altin Dumani i përfundon periudha 3 vjeçare e drejtimit të SPAK-ut dhe një staturë e re prokurori do t'i duhet t'i azër vendin. Prej 2 vite e gjysmë, Arben Kraja drejtonte zyrën e marrëdhënies me jashtë në SPAK duke mbajtur kontakte të drejtë për drejta me zyrat analoge në shumë vende të botës, përfshirë zyrën e ekstradimeve në Dubai dhe Eurojust, prej nga vijnë kodet e përdoruesve të aplikacionit Sky, me të cilin SPAK ka organizuar disa operacione kundër krimit të organizuar. Kohët e fundit Kraja u pa në publik për krah Altin Dumanit dhe homologëve italiane finlandez gjatë 2 daljeve konferenciale në media. Ato të arrestimit antarëve të grupit Troplini në Durrës dhe një grupi tjetër shqiptarësh që kishin për trafik droge nga Spanja dhe Hollanda deri në Finland, por tashmë emri i tij në zinxhirin drejtues të SPAK-ut është retushuar duke e lënë si prokuror të thjeshtë. Prokurori Arben Kraja është drejtuesi i parë i SPAK-ut që mori detyrën 3 vjeçare që është në dhjetor 2019 deri në dhjetor të vitit 2022. Kraja ka një merit pa diskutueshme në organizimin dhe funksionimin e institucionit të SPAK-ut, pasi fillimisht ky organ hetimor ka nisur punën me 8 prokurorë dhe me një administratë që thuajse nuk ekzistonte. Në 3 vitet e drejtimit të SPAK-ut nga Arben Kraja u desh një formatim i plot dhe transformimi i ambienteve të brendshme ku aktualisht SPAK dhe BKH ushtrojnë detyrat funksionale të tyre. I sulmuar shpeshherë nga subjektet politike për shkak të kaluarës së tij me hetuesinë e komunizmit, Kraja mundi të mbarojë mandatin 3 vjeçar si drejtues i SPAK-ut në dhjetor 2022. Me ardhin në krye të SPAK-ut Altin Dumanit ky fundit në janar 2023 vendosi të largojë Nedna Kuçin nga zyra e marrëdhënieve me jashtë dhe në vend të tij vendosi si drejtor Arben Kraja. Por tashmë pas 2 vite e gjysmë për shkak të konfliktit të lidhur me Altin Dumanin, ish drejtuesi i parë i këtij institucioni është ulur në detyrë duke u larguar nga kjo drejtori. Ende mbeten të paqarta arsyet e vërteta të krijimit të kësaj çarje mes dy miqësive brenda SPAK-ut, Altin Dumanit dhe Arben Krajës.